Kryeministri Edi Rama bëri të qartë se projekti për investimin në zonën e Zvërnecit nuk do të anullohet. Në një konferencë me presidentin e Këshillit Evropian, kreu i qeverisë inkurajoi SPAK-un për të zgjidhur çështjen e pronësisë. Megjithatë, u shpreh se ky investim i këtij niveli nuk do të ndalet. Ana tjetër është nuk ka asnjë shans që investimi të ndalojë sa kohë unë do jem këtu. Dhe ndërkohë, unë jam absolutisht i hapur, siç kam qenë edhe në rastet e tjera, për të diskutuar me çdo që ka pretendime. Teoria ndalu ti se jemi ne, me mua nuk ka funksionuar, nuk funksionon dhe nuk do funksionojë për sa kohë unë jam këtu me votat e shumicës së shqiptarëve. Rama shpjegoi se nuk ka ende një projekt konkret në letër, por se gjithashtu pritet dhe raporti i studimit mjedisor për të konkretizuar investimin. Ka problem me projektin. Çudi e madhe se s'ka projekt. Ka vetëm një koncept i cili, siç e shpjegova dje, është miratuar dhe është shoqëruar me shumë kushte për projektin që pritet vi. Ka probleme me impaktin mjedisor. Çudi se kemi studimi mjedisor akoma, i cili do të vi dhe po kryet nga një nga konsulencat më të mëdha ndërkombëtare me reputacion botror. I pyetur lidhur me çështjen e Zvërnecit, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa deklaroi se Komisioni Evropian është në kontakt me autoritetet shqiptare dhe po dëgjon gjithashtu dhe shoqërinë civile. Nuk mund të flas për ndonjë projekt të veçantë apo specifik, por Komisioni Evropian, jeni të sigurt, është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet shqiptare duke dëgjuar edhe shoqërinë civile dhe në rast se do të ketë arsye për të komentuar, Komisioni Evropian do të reagojë. Çështja e Zvërnecit ka shkaktuar protesta kombëtare për gjatë ditëve të fundit.